krahas shqiptarëve që janë të tradhtuar nga klasa politike, po klasa më e madhe, njerëzit që janë tradhtuar më shumë janë vetë demokratët. Vetë demokratët. Demokratët janë tradhtuar, janë persekutuar nga socialistët, janë persekutuar nga banda e rilindjes, jo nga socialistët, po nga banda e rilindjes, por më shumë dhe më të shkelur dhe më të përdorur kanë qenë nga kasta që quhet krerët e PD-s, që nuk kanë ndryshim nga krerët e rilindjes. Pra kanë vetëm bojën, ngjyrën, ata e kanë pink, kurse këta e kanë blu, ose mavi, si mund të themi. I don't know what kind of fucking color is that. Por, pra, thash, vetëm ngjyrat ndryshojnë, por njerëzit janë të njëjtë, prandaj shqiptarët sot ndjehen më të braktisur se kur, dhe veçanërisht demokratët. Miq të dashur, unë dua të ndaloj pak nga që kam qenë zë për opozitën, kam folur për opozitën, nuk më ka ardhur turp, kam folur sepse doja të shikoja demokratët në pushtet. Mendoja, kohë të gjatë kam qenë i larguar dhe mendoja se demokratët ishin mendoj se demokratët janë e vetmja shpresë, pra e djathta, duke qenë dhe i djathtë vetë, e djathta është e vetmja shpresë që mund të shpëtoj Shqipërinë. Por miq, unë nuk mund të ri indiferent ndaj një fenomeni të çuditshëm që unë kam folur me kohë, kam folur, arroganca e politikanit është vërtet për të ardhur keq. Ka njerëz që e shprehin arrogancën, po ka dhe njerëz që nuk e shprehin arrogancën e tyre, por rinë në heshtje, dhe heshtja e tyre flet për arrogancë, që janë arrogantë ndaj zërit të demokratëve. Le ta djegim për një moment, thash, kjo është një shembull i vogël se si Partia Demokratike ose krerët e Partisë Demokratike pretendojnë të vinë në pushtet dhe nuk kanë ndryshim nga Edi Rama. Nuk kanë ndryshim. Vjen keq ta them, por njerëz ndonjëherë vërteta do thënë, sepse ju jeni mësuar, shumë njerëz janë mësuar me të fërkuar, kurse unë nuk fërkoj, unë flas ashtu siç e shikoj dhe ashtu siç e kuptoj. Pra, le ta shikojmë për një moment Flamur Nokën në Kamës, njerëz, me sa arrogancë i foli asaj gruaje. Unë nuk e di kush është ajo gruaja, nuk e di kujt forca i përket, por besoj se ajo është demokrate, po anyway, ai është politikan, është numri 2 i opozitës, dhe të flasësh si një lopçar është vërtet shame, prandaj shqiptarët sot e kanë braktisur dhe opozitën dhe demokratët po e kuptojnë. Qorsokakun që ku po i shpije Sali Berisha, po e braktisin edhe Sali Berishën me gjithë gojoren parlamentare që është gojore klaunës, pra klounësh, si mund ta themi në Shqip. Ta ndjegim për një moment, njerëz. Rodhe regjia. Unë i herë nuk jam e punësume të partia jote. Unë në kofsha këto jam prej mullimit ta me tjerë sisteme. Nuk jam prej teje. Unë t'jam prej teje, unë së rejasi se këtë në parti. Se mjekti. Jo t'je s'mundesh më mjeshtë ose në emër tonë. Kur dalin partia në emër, sa në kofshë i poni. Ti është e sigur. Statuti nuk lejo me të pyet ty për primare se vendosur si jam qenë. Pra, miq, ky është Flamur Noka, cope gomarit, cope ignorantit. Që këta janë njerëzit që rrethojnë Sali Berishën, se dhe Sali Berisha nuk ka ndryshim nga këta në mentalitet, po vetëm që është më me i kulturuar, pra është hipokrit në heshtje. E kupton, është arrogant në heshtje. Shumë nga juve, disa nga juve nuk mund t'ju vi mirë çfarë po them unë, por thash dhe një herë, it is what it is, është ajo që është. Ty të vjen mirë, s'të vjen mirë, ajo është. Nuk është
nuk ka të bëj se çfarë thot Arjani, ka të bëj se çfarë janë këta lloj politikanësh. Pra, edhe njerëz, kush të pyet ty me të folura me gishta të politikanëve, me duar, me këmbë, tregojnë ignorancë. Kush të pyet ty, të drejtohet, unë nuk e di kush çaja e gruaja, se kam iden, por më bën përshtypje ajo interpretimi përgjigja e Flamur Nogës. Më bën përshtypje. Shiko, kush të pyet ty? Pra kush të pyet ty o demokrat? Kush të pyet ty? Askush. Ti je një legend. Ti je një ushtar që sa herë të thrasin këta për një orë serenat, si që tha Ilir Vrenozi, serenat për para dritares Edi Ramës, ti shkon atje, shkon pa buk, pa uj, lë shpin, sakrifikon për këta, kurse këta të thonë ty, kush je ti? Kush të pyet ty? Ti je një motherfucker, ti je një shkërdhat, ti je një ushtar, kush të pjerë ty? Dhe kush ta thot? Ta thot cope gomarit Flamur Noga. Po Flamur Noga e thot se është idiot, po e thash dhe në fillim të kësaj, njerëzit të tjerë e thonë me heshtje. Kush të pyet ty? Si që thot Sali Berisha, një lloj e thot, dhe Sali Berisha. Kush të pyet ty? Pa je thot me edukat, a je thot me kultur. Sepse është tjetër, ka tjetër mënyre komunikimi. Pra miq, demokrati im, ne që bashkuam foltore së këtyre zhgaravinave, ne që sakrifikuam kohën tonë të vyer, ju me protesta, unë me të folur, unë me inkurajime, shiko ku janë sot. Këta duhet këshin ullur kokën, duhet këshin neqyr brekët dhe brekët i vinin në kokë, sepse është ka të ndisur partia me madhe opozitare në një organizat për të drejtat e kafshëve, për drejtat e maceve. E kupton, kështu është ka të ndisur partia me madhe opozitare. Ndaj miq, demokrat, qofshti berishist, qofshti jo berishist, qofshti whatever qaj quan veten tënde, reago, sepse me këta Rama jo as diskutohet dhe s'ka për të iku në njerë, po dhe si kur të iki prap Rama do të vi. Sepse këta e kanë humbur komplet besimin ke njerëzit. Këta janë ka të ndisur shumë keq. Janë ka të ndisur shumë keq. Prandaj reago në protest kundër këtyre, se në dhe parë duhet pastroni këta njerë që t'ju bashkohet edhe populli pa parti. Në moment nuk ka njeri pa parti t'ju bashkohet këtyre. Prandaj gojoret parlamentare ka të ndisen me nga 100 vedha sa talë bythën dhe me robaze, me ta ulan balën edhe me zagar të tjerë. Shiko, bra, këta nuk kanë turp, nuk kanë sedër, sepse janë shumë të pasur, janë shumë të shëndosh. Shiko e si shmuli, a i mul ka qenë për para se të vite për para, unë e mbajmë ndatë një pangrën, një i zverdhur, sot muli është si div. I don't know. Pra miq, në qoftë se ju doni Shqipërinë, në qoftë se doni partin tuaj, reagoni ndaj këtyre mostrave. Të parit me Berishën, të dytin me Mul Nokën, të tretin me Gazbardin, me ata Albanën, e zgjebaruk të tjerë, Yel Bylykbashin, e zgjebaruk të tjerë, këpusha i themun, që po ju pin gjakun. Reagoni sepse thash dhe ta përsëris dhe njerë, me këta Rama ron 2000 vjetë. Jo Belinda të vjetë, e jo të kapet me presht në dorë, po kushdo aty me këta bën pall. Prandaj reago demokrati im, të paktën për sakrificin që ke bërë, për djersin që ke derdhur, për atë që ti beson, të paktën reago, sepse njerëzit pa parti nuk janë budallenj. Thonë, edhe t'ja votën këti unë, Flamur Nokës, do vi ky nesër në pushtet. Ky sot është në opozit,
ky sot të pështyn, të nxjerr gishtin, të ofendon njerëzit e tija, po neve, çfarë na ka? Pra do bëj të njëjtën gjë që po bën Edi Rama. Prandaj sot Shqipëria është në një gërç, është në një pesimizëm, sepse njerëzit thonë, kujt ja japësh? Për këtë protestosh, për këtë ngrihesh. Ja, u ngrita për drejtat e mia. Do ikin këta, do vi Mulnoka. Dhe po erdhi Mulnoka, do t'ja nxjerr gishtin një lloj siç ja u nxori Edi Rama. Pra, reago miku im, reago demokrat, reago të pastrosh në fillim halen tënde. Pastaj të pastrojmë halen tjetër. Pra kaq kisha, ju uroj Happy Thanksgiving për ju që gëzuar Thanksgiving për ju që e festoni, për ju që keni dy në shtetësi, shqiptarë amerikanët, pra Zoti ju bekoft, ju dhe familjet tuaja. Do shifemi përsëri.